Unë menoj që asë nuk ish mujt, asë nuk ish konë dikush tjetër, e asë kish pas nëjë metodë më të mirë se sa që ka boli Lumira Abdixhiku në LDK. Kështu sinqerisht. Gjithçka që ka qenë mundur, gjithçka që ka qenë bëshme, gjithçka moderne, qasje me programore, e ka boli Lumira Abdixhiku. Njëjtë e ka bo edhe Bedri Hamza në programin e vetë, në listën e vetë, që që kanë bo edhe këta. Po prapë, unë edhe insistoj, lidhje me rezultat zgjedhor këto sena në kam pas. As organizimi partijak, e as programi, e as listat. Pse ka determinu këtë situatë të LDK-s, thash, është bindja njerëzve që Albin Kurti nuk është konsumu. Këta nuk e kanë bindë që është konsumu, ai i ka bindë që nuk është konsumu, edhe elektorati ka vazhdu me i besu Albin Kurtit, edhe elektorati i LDK-s. Kërësisht. Pse ka, mund me thonë, problem ose, si me thonë, problemat madhe vetëvendosja që tash me LDK-n, ose LDK-ja problemat madhe me vetëvendosjen, se sa PDK-ja, është se ata dojnë një elektorat të ngjashëm, ose të njëjtë. Në më thonë, vetëvendosja shtri në trupin elektoralet të LDK-s. Ne edhim, shambull është PD, edhe Prishtina, ku janë ngritë më spari si... Edhe të PDK-s pak? Se Ferizaj 60% i dul? Po të s'po foli aktualisht, nuk po foli në historik. Ndërkohë që edhe Mërgata, për shembull, ka qenë në edhim që ka votu LDK-n, që e ka votu LDK-n vitet kalume që shë voton tash lëvizje vetëvendosje, edhe për që ta ndodhin këto përplasjet. Po unë mendoj që kush do që është kryetar, edhe Lumira Abdixhiku vetë me kanë. Pas 4 vitesh qeveri del më mirë. Edhe kush mos me bë del më mirë. Për shkak se cikli politik i Albin Kurtit thjesht nuk ka përfunduar. Edhe qëto është problemi. Këta mundën me gjithë na fajt e opozita ose të kusht tjetër, po unë mendoj që problemi kryesor, çështja kryesore është mos që Albin Kurti ende nuk është të paktën në sytë të qytetarëve, nuk është konsumuesi politikan, besojnë që mundet me bëu diçka, edhe i besojnë. Mas shumë të pranjerës, pra një prej mendimeve që ka, pra jo ka bëu koalicion me PDK-n, jo këto. LDK-ja ka bëu koalicion 2014-2017 me Partinë Demokratike të Kosovës. 2017-ën u dash më bë pani që LDK-ja i fitej zgjedhjet. Pra, ajo që merret dhe me Ksirania më madhe LDK-s, fakt është ngritja e saj. 2019-ën, për pak vota e bën diferencën Albin Kurti ndaj LDK-s, Vjosa Osmani si kandidate në këtë rast. Kështu që absolutisht qeveria i rritë se cilën parti politike, edhe LDK-n, po që adoni me bojë stash? Edhe a menojnë që duhet me pas këtë qëndrim LDK-ja, që na për ne as i me PDK-n, as me vetëvendosjen, jemi vetë, i këna premtu njerëzve, do na menajt në opozit, a menojnë që i keni tashmo luksin për menajt në opozit me kaq të votat sojeni? Po qërë tash, unë menoj që e para e punës prap rikthehna të një analizë prej bazës që do të në ardhë prej poshtë, edhe në alë, sepse ajo kishtë mi kristalizu pse kemi ardhë deri në këtë rezultat. Pra, e para du të mu kristalizu gjithë se cilësen pse kemi ardhë deri në këtë rezultat. E përmena Prishtinën, e përmena dhe disa komuna tjera, duhet edhe në nivel individual ne se cilë me reflektu, edhe gjitha këto pjesë për mendimin të duhet me qenë pjesë e diskutimit në kuvend. Sa i përket reformës, mendoj që nuk është një proces që fillon edhe përfundon, po është një proces i vazhdueshëm, edhe e prurjes të ideve të reja, edhe e përditësimit të programit, në fundit ajo është gjëja që ndodhë në brenda LDK-s në bazat rregullta, edhe pa dyshim duhet tashti të diskutohet edhe çështja që ju e ngritët pjesë diskutimeve edhe në kuadër të kuvendit të përgjithshëm, sepse e kemi... Kur do të jetë kuvendi përgjithshëm? Unë besoj që gjatë këtij mujet. Paktën ashtu është nënkuptuar edhe prej deklaratave që i ka dhënë kryetari. I çfarë nënkupton kuvendi përgjithshëm? Domethënë që do të ketë zgjedhje? Kuvendi është trupa më e madhe dhe na duhet të diskutojmë këto çështje që i përmenda unë s'kam të gjithë natën këtu. Prej analizës se pse kemi këtë rezultat deri te qëndrimet se çfarë do të ndodhë në mars kur s'ka dhënë edhe çështja e presidentit. Dhe natyrisht të i njërua dhe të mos i marë parasysh ato kërcënime apo fjalë që nuk i takojnë skenës politike guxoni ose mos guxoni të rrinin në kuvend. Unë personalisht mendoj që puna që zotëri Abdixhiku e ka bo me LDK-n,
ka qenë e jashtëzakonshme përgjatë krejt periudhës dhe personalisht besoj si antar i LDK-s që duhet të vazhdoj në çdo rrethon të udhëheq partinë, sepse në verzionet tjera pastaj megjithatë zotri Abdi Gjiku ka qenë ai i cili i ka mbajt të gjitha palët bashk edhe në rrethonat ku dikush ka një qëndrim tjetër, sepse prapë e them kjo është brenda rregullave të demokracisë dhe gjithmonë kanë qenë si të tilla në kuadër të LDK-s. Për gjeneratat e reja që nuk e mbajnë mend dhe sigurisht ndoshta edhe nuk kanë qenë të lindur dhe tash janë votues presidentin Rugova, dhe në kohën e presidentit Rugova gjithmonë ka pas debat të brendshëm të ashpër brenda LDK-s, sepse është organizim politik i cili e toleron debatin e ashpër, e toleron mendimin ndryshe, dhe kjo ka ekzistuar prej 89-s deri më sot. Kushdo që i ka përcjell këto zhvillime, gjithmonë të tilla kanë qenë. Unë nuk i shoh si çështje problematike. Edhe nëse dikush e shpreh një mendim kritik, megjithatë, çka kam insistuar edhe dje, edhe sot është që mendimet, kritikat duhet të jenë të mirë informuara dhe të mirë analizuara, duke fillu prej poshtë nalt. Edhe lista e kandidatëve, pse jo të mos lëshohemi edhe të lista asamblezëve, sepse nëse kemi pas dikon në listën për asamblet komunale që ka pas performancë të mirë, pse nuk është në listë për deputet, në Prishtinë kemi bërë këtë. Në Prishtinë kemi bërë këtë. Duhet t'i analizojmë edhe komuna tjera, sepse prapë po them, si pjesë e strukturës të degës të tretë të LDK-s. Veçita se kol s'pekam shumë qartë e fundit la. Thonë, ju apo kërkoni që një kuvend i ri që niset prej nëndegve, apo kuvendi ekzistus? Kuvendi ekzistus, zgjedhjet mohen herën 4 vjetë. Nëse ka, që me thonë një loj... Çka nëse jep dorëheqje në atë kuvend për shembull Lumir Abdi Gjiku? Lumir Abdi Gjiku është zgjedh për herë të parë prej kuvendit i cili ka qenë funksional edhe në kohën sa ka qenë kryetari Isa Mustafa. Po, ama tash ka ndodhur diçka. Është po thoni që është një situatë e rënduar, përgjithësi kanë degë, ai dashur me po them të bëjmë analizën, të gjejmë dështimet ose defektet, të gjejmë defektet, edhe të bëjmë një riorganizim edhe të përforcohemi tutje, sepse në fundit na kemi me vazhdu me qeverisë, me 7 komuna dhe kemi te dera çështjen e presidentit. Mos të harrojmë këta. Kjo është ajo që ka po thonë. A mundet kuvendi ekzistus për shembull me thirr një lloj, si më thon, zgjedhje ose me vendos për zgjedhje të komplet ose një lloj ristrukturimi? Kuvendi është trupa më e lartë e partisë dhe krejt mundet me. Por prapë them, kuvendi nuk ka nevojë të zgjidhet çdo cikël zgjedhor. Ai ka ciklin e vet zgjedhor çdo 4 vjet dhe ashtu ka shku gjithmonë. Asnjëherë nuk dit paktënon që ka pas një kuvend shpallje zgjedhjeve të brendshme të partisë të jashtëzakonshme. Po, më që ka pyet për shembull, ku ka dhënë dorëheqje Isa Mustafa, ka ardhur Lumir Abdi Gjiku e ka vazhduar mandatin e tij. Ka pas garë, po ka vazhduar mandatin e tij, pastaj ka pas edhe një rizgjedhje pas po se ka kalu mandati i atij kuvendi. Kjo është arsye procedurale. Është arsye procedurale, sepse ka kalu mandati 4 vjeçar i atij kuvendi. Pra, ju spritni diçka që ka me ndodhur në kuvend? Po kuvendi është preekzistues. I ka 300 diçka, mos të them numrin. A mund të jep dorëheqje Lumir Abdi Gjiku? Po, ju e pat deklarimin e kryetarit Abdi Gjiku natën e zgjedhjeve. Edhe është çështje që duhet mu diskutuar në kuadër të kuvendit. Nuk mundem unë me thonë, a mund të jep, as mund të jep. Po unë personalisht besoj që s'duhet. Që nuk duhet? S'duhet. Po kjo është mendimi im personal. Ndoshta vetë zotri Abdi Gjiku mendon diçka tjetër. Unë mendoj që duhet ta bëjmë një skanim të situatës dhe të shohim nëse kemi mundësi, sepse mund vi cikli i radhës zgjedhor shumë shpejt, nuk e dim na. Është çështja e presidentit te dera. Ndoshta edhe nëse LDK-ja arrin në kuvend nuk bëhen numra për president. Edhe çka tash, ne të qëllojmë në zgjedhje të brendshme për një kuvend të jashtëzakonshëm, në zgjedhje e ta bëjmë edhe një goditje duke qenë totalisht pa përgatitur. Ne duhet të jemi të përgatitur, të shkojmë në çfarë drejtimi ecim deri në pranverë, deri te çështja e presidentit.
numëroj votat e deputetve dhe e shë që do shta edhe po të egzistoj një marrëveshje politike. Me votu gjithë bonë votat. 68 me minoritetet plus 14 kalore. 15. Po, a është e sigur që votojnë këtë për shembull me nejt, më aftën. Që marrin pjesë në votim. Apo më kupton. Herë në fundit 3 deputet të LDK-s nuk kanë marrë pjesë në votim. Për këtë se ekziston edhe pse ka pas një vendim partijak për me marrë pjesë në votim. Edhe është prap brenda rregullave dhe ajo. Kështu që tash na duhet ta kemi në horizont identifikimin e këtyne çështjeve. Pra pse në disa degë kemi pas performancë, qysh mundemi ta përmirësojmë performancën, të ndërmerren hapat, veprimet, çfarëdo që janë ato që i vlerëson kuvendi, që i vlerëson kryesia, që i vlerëson edhe Këshilli i Përgjithshëm e kështu me radhë, të ndërmerren këto hapa dhe të shohim se çfarë na pret në pranverë. E jo të hymë në një cikël zgjedhor të brendshëm. Tash, kur ne në pranverë mund ta kemi edhe çështjen e dështimit eventual të zgjedhjes së presidentit që mundet edhe një goditje e radhës nëse nuk je i organizuar. Apo jo? Nëse nuk je i organizuar, kjo të godet edhe një herë natyrisht.